Përshëndetje gjithë ju të shenjës së akrepit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për vitin 2026 edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një vit sa më të mbar, sa më të gëzuar dhe të lumtur dhe ju uroj fat dhe sukses në jetën tuaj. Atëherë, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor sepse janë postuar për gjitha shenjat, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë. Atëherë, siç kemi folur edhe te videoa për vitin të shenjat më me fat të vitit 2026, është edhe shenja juaj. Ju mund ta dëgjoni atë video, por ndërkohë unë do shoh dhe tarotin se çfarë thot në lidhje me shenjën tuaj. Gjithsesi, është një vit me fat, por jo se nuk ka sfida dhe vështirësi. Për ju fati do jetë më tepër në gjysmën e dytë të vitit. Gjithsesi, për shenjën e akrepit është një vit 2026 ku ju do keni një transformim të thellë. Ju do rishpikni veten gjatë këtij viti, por do rriteni edhe nëpërmjet mundësive, por do keni edhe shumë mundësi në lidhje me gjithçka. Dhe këto mundësi do t'ju sjellin ose do t'ju përgatisin më tepër në lidhje me suksesin që ju do keni gjatë këtij viti. Nuk është thjesht një vit tjetër, është një vit që do ketë mundësi, sfidat në historinë tuaj do kenë një rikthim dhe çdo pengesë në një përgatitje do jetë për diçka më të madhe. Ju do përgatiteni të çlironi atë potencialin tuaj të plot gjatë vitit 2026. Gjithsesi, edhe në lidhje me karrierën është një vit shumë i mirë në lidhje me ju. Unë kam folur te videoa për këtë dhe do vazhdojmë në lidhje me tarotin, se çfarë na thot taroti për vitin 2026. Dhe fillojmë në lidhje me muajin janar. Jeni në një pozicion mbretëror, sepse jemi te mbretëresha e monedhave. Ju shoh që është një muaj ku ju do mendoni seriozisht në lidhje me një njohje të re, për gjithë ata që dëshirojnë të futen, ose ju do mendoni për të futur në një njohje të re. Për pjesën tjetër do jeni duke menduar shumë seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Shoh që është një muaj që edhe pse ju do ndiheni të sigurt për të bërë një fillim të ri, do mendoni seriozisht, ju përsëri keni disa frikra brenda vetes në lidhje me këtë gjë, nëse duhet t'hidhni hapa drejt një personi ose jo. Për disa të tjerë, jeni duke menduar rreth anës tuaj ekonomike, rreth punës tuaj, por ndërkohë mund të keni dhe një person që do t'ju mbështesi, mund t'ju këshilloj gjatë muajit janar. Është një person shumë i dashur, është një energji femërore, ku ju mund t'ju këshillojnë në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni. Në një rast në lidhje me situata, në lidhje me dashurinë, njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por mund t'ju japi këshilla ekonomike ose në lidhje me punën, ose në rastin tjetër mund t'ju ndihmoj nga ana ekonomike. Është një muaj që vërtetet shumë fort rreth anës ekonomike, ku ju do jeni duke menduar për të stabilizuar, për të pozicionuar nga ana ekonomike. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin e dytë, që është muaj i shkurt. Këtu kemi energjinë e shenjës së Briciapit, ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja dhe ndikoheni më fuqishëm nëse keni hënën ose ascendenten. Shoh që mund të lindin disa tensione në lidhje me ju. Mund t'jenë tensione ose ju rrethoheni nga persona toksik në rastin tjetër. Për disa të tjerë mund t'jetë që ju mund të tregojeni edhe pak, nuk e di, por do krijojnë disa tensione në lidhje me ju, ose për pjesën tjetër mund të keni marrë mësime nga vështirësi dhe situata të ndryshme që mund të keni pasur në jetën tuaj. Dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të ndjeni më të sigurt, jeni më të organizuar gjatë muajit shkurt. Për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me varësi të ndryshme. Ju dëshironi të vendosni një dietë të shëndetshme ose një për veten tuaj. Ndoshta
vështirësitë që mund të keni kaluar në lidhje me shëndetin për një pjesë prej jush, ose për pjesën tjetër në lidhje me punën nga ana ekonomike, do t'ju bëj që ju të jeni më të organizuar këtej dhe në vazhdim. Por, gjithsesi, është një muaj që duhet keni kujdes dhe nga tensionet thamë. Por edhe nga varësi të ndryshme që mund të keni. Mund të jenë varësi në lidhje me, mund të jetë një varësi cigarja, mund të jetë varësi nga kafja, nga ushqimi, por çfarë do lloj gjëje tjetër, ju thjesht merreni në të gjitha situatat që jeni, thjesht ju duhet të tregojeni të kujdesshëm gjatë këtij muaji. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin mars, sepse tham që është një muaj me një vit me fat, por është edhe një vit që ka dhe sfida brenda. Nuk do thotë që fati do eci pa lëvizur. Dhe në muajin mars, shoh që kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës. Ju do t'i lini mbrapa situatat e tensionit dhe të stresit që keni në muajin shkurt. Dhe në muajin mars, ju shoh më të sigurt në veten tuaj, me më shumë vetbesim. Ndoshta ju do filloni të organizoni situatat që mund të keni në lidhje me disa tensione. Këto mund të kenë lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që jeni. Dhe do ndjeni më të sigurt në muajin mars për të çuar gjërat para. Do jeni në një pozicion më të favorshëm, ju shoh, gjatë muajit mars, edhe emocional, por dhe ekonomik. Një pjesë prej jush mund të merrni disa para, dhe është një shumë e mirë parash që do t'ju japin një lloj sigurie këto para që do merrni. Ndërsa në lidhje me punën, edhe aty ju shoh që do ndjeni shumë të sigurt me gjërat që do bëni, organizimin që do bëni te puna juaj, ose në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, ju shoh që do jeni në një pozicion ku edhe fjala do t'ju dëgjohet, por ju ndoshta do krijoni atë veten tuaj gjatë muajit mars. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin prill, dhe jemi te energjia e shenjave të zjarit. Ju shoh do lini problemet mbrapa gjatë këtij muaji dhe mund të jenë probleme që keni kaluar për një kohë të gjatë në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por në rastin tjetër mund të jenë problemet e vendi punës, ose mund të jenë dhe probleme ekonomike jo, sepse muaji mars e shoh që është një muaj shumë i mirë ekonomik për ju, por mund të jenë probleme nga e kaluara që kanë zgjatur për një kohë të gjatë dhe ju tregojeni shumë të kujdesshëm. Dëshironi në njohjet që do futeni, ju shoh që ndiheni shumë të sigurt për të futur në një njohje të re, por gjithsesi do tregojeni të kujdesshëm dhe ju do të investoni çdo ditë nga pak për të arritur këtë dashuri. E njëjta gjë do ndodhi dhe në lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja, ndoshta për të rritur çdo ditë atë marrëdhënien tuaj. Ndërsa në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike për gjithë ata që kanë kaluar vështirësi, është momenti që gjatë muajit mars, jemi dhe në energji zjarri këtu, ju do filloni të tregoni më të kujdesshëm dhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Është një muaj që ju do jeni shumë të kujdesshëm në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin maj. Jemi përsëri te energjia e shenjave të tokës, ju shoh që është një fillim viti në muajt e para që ju do jeni shumë me këmbë në tokë dhe do jeni duke menduar seriozisht në lidhje me gjithçka. Dhe këtu kemi mbretin e monedhave, ju do jeni në një pozicion më të favorshëm, në një pozicion më të mirë. Ndërkohë, ju shoh që do mendoni shumë seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet dhe marrëdhëniet tuaja. Do jeni më të vendosur, do jeni më me këmbë në tokë, por ndërkohë do jeni duke menduar shumë për anën ekonomike, për punën tuaj, por dhe në situata mund të mendoni dhe në lidhje me se si ju gjërat ti rregulloni, në lidhje me problemet që ju mund të keni pasur, që do shfaqen ose që juve mund të tregoni të kujdesshëm gjatë muajit të prill. Ndërkohë, disa prej jush, ju shoh që do pozicionoheni mirë në lidhje me punën tuaj, ose të gjithë ata që kanë lidhje me karrierën, mund të merrni një pozicion më të lartë në punën tuaj, në karrierën tuaj, ndërsa për disa të tjerë
mund të ketë lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme ku ju mendoni shumë seriozisht në lidhje me këtë gjë dhe do jeni ju që do t'i organizoni punën gjatë kësaj periudhe. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë një person që do t'ju mbështesi, do t'ju këshilloj, sepse shoh që gjatë muajit prill ju do jeni të kujdesshëm në lidhje me problemet që keni kaluar dhe ky person ju këshillon ose ju mbështet përsëri financiarisht. Është një figurë mashkullore. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin qershor. Në muajin qershor, ju dëshironi ndoshta të bëni dhe një fillim të ri, një biznes, një punë të re, sepse kemi shfaqjet edhe kjo këtu. Dhe në muajin qershor, ju shoh që do ndiheni në dilema. Do ndiheni shumë konfuz. Në lidhje vërtet e mendoni seriozisht për të futur në një njohje, por në muajin qershor do doni të mbroni veten, mbyllni syt para këtij personi, sigur nuk i jepni zgjidhje një situate në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në një rast, në rastin tjetër shoh që ju nuk do të jepni dot zgjidhje një situate, një çështje, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Mund të ketë lidhje me dokumentat, mund të ketë lidhje me shëndetin, mund të ketë lidhje me studimet për një pjesë tjetër, por gjithsesi ju e bëni këtë për të mbrojtur veten dhe mbyllni syt para një situate, para një çështje dhe nuk i jepni dot zgjidhje. Dhe është një muaj që do vërtetet rreth kësaj situate, rreth këtyre situatave që ju nuk do të jepni dot zgjidhje disa situatave. Dhe kalojmë në muajin korrik. Në muajin korrik kemi të energjia e demit këtu. Shoh që ju do të rriqeni nga gjithçka. Do të rriqeni ndoshta nga rrjetet sociale, nga jeta sociale, nga miqtë tuaj, ndoshta edhe nga familjarët tuaj, dhe sigur ju futeni brenda vetes tuaj për të analizuar dhe për të kuptuar situatat që ju nuk do të jepni dot zgjidhje në muajin qershor. Dhe në muajin korrik do mendoni se si t'i jepni drejtim. Ju dëshironi të hidhni dritë në gjërat tuaja për t'i çuar përpara. Është një muaj që do jeni duke menduar, duke analizuar gjithçka për t'i dhënë drejtim një dashurie, një njohje që do keni, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja në një rast, në rastin tjetër në lidhje me punën, me kontrata të ndryshme, partneritete që mund të keni, por edhe në lidhje me situata e dokumentave, shëndetit, por edhe studimeve. Dhe nga muaji korrik, është një muaj i tillë, muaji korrik. Kalojmë në muajin gusht. Në muajin korrik ju mendoni si t'i jepni drejtim gjërave. Dhe në muajin gusht është dhe një muaj pushimesh. Unë ju shoh shumë entuziast, ju shoh shumë të gëzuar. Pjesa e personave që do hynë në një njohje ose do keni një njohje të re, do keni një takim me këtë person ku do t'ju entuziazmoj. Ju do ndiheni shumë mirë, do ta festoni, do keni festime në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj. Ndërkohë shoh që do hidhni themele të forta në lidhje me gjithçka. Themele të forta në lidhje me dashurinë, me punën, me familjen, me shtëpinë, me fëmijët tuaj. Ndërsa në rastin tjetër edhe nga ana ekonomike. Më thënë, ju do hidhni baza të forta në muajin gusht në lidhje me stabilitetin emocional, ekonomik, por dhe stabilitetin e çfarë do lloj situate që ju mund të keni në jetën tuaj. Është një muaj fantastik në lidhje me ju. Dhe nga muaji gusht ju mund të shkoni dhe të bëni pushime dhe të ndiheni në fakt edhe do ta shijoni shumë muajin gusht e shoh. Do jeni gjatë gjithë muajit gusht në festime, do keni lajme të mira gjatë këtij muaji, por mund të jeni edhe në lëvizje. Dhe kalojmë në energjitë shenjave të ajrit që jemi në muajin shtator. Ju shoh përsëri keni nevojë të qetësoheni për të menduar se si t'i jepni drejtim situatave. Ndoshta keni nevojë dhe të meditoni një pjesë prej jush, ndërsa për një pjesë tjetër duhet keni pak kujdes me shëndetin gjatë muajit shtator. Ti përkushtoheni më shumë shëndetit tuaj. Një pjesë tjetër ka nevojë të qetësojë në lidhje me disa studime që mund të keni ose edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të bëni gjatë muajit shtator. Mund të jenë dokumenta për shkollë, dokumenta
për punë, mund të jenë dokumenta shtëpie, dokumenta mund t'i merrni nga më të ndryshme, dokumenta makine, por është një muaj që ju keni nevojë të qetësoni veten tuaj, të meditoni dhe të merrni energjinë e nevojshme për të vazhduar përpara në muajin në vazhdim. Më thënë, muaji shtator është një muaj që ju keni nevojë të pushoni. Këtë e sugjeron karta, jo unë. Dhe kalojmë në muajin tetor. Në muajin tetor ju do merrni atë energjinë e nevojshme, por ndërkohë duke i dhënë drejtim situatave që në muajin shtator, në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose në lidhje me punën tuaj, me studime të ndryshme, me çfarëdo lloj situate. Unë shoh në muajin tetor një sukses dhe një fitore për ju. Ju do jeni fitimtar në lidhje me zgjidhjen e situatave të ndryshme që ju do bëni. Në lidhje me pjesën e personave që mendojnë të japin drejtim një dashurie, një njohje, është një person që është në distancë. Mund të jetë distancë e shkurtër ose e gjatë, por jo domosdoshmërisht sepse janë leximet të përgjithshme, dhe ky person vjen drejt jush. Mund të jetë në një udhtim dhe personi vjen, ose në rastin tjetër mund të shkoni ju te personi, por shoh që ju do ta quani një fitore, një sukses këtë dashuri. Ndërsa në lidhje me pjesën tjetër, mund të jeni në udhëtime të shkurtra ose të gjata gjatë muajit tetor, dhe aty mund të njihni dhe një person gjatë këtij udhëtimi. Por gjithsesi shoh një fitore te vendi punës, një sukses, mund të jetë një sukses ekonomik. Ju mund të merrni lajme të mira në lidhje me shëndetin, me studimet tuaja, ose edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme dhe niseni në një udhëtim. Ju mund të jeni duke shkuar nga jashtë shtetit, mund të zhvendoseni nga një qytet në qytetin tjetër, një lloj zhvendosje që mund të bëni. Gjithsesi është një sukses që disa prej jush, disa persona do t'ju mbështesin, ndërsa do ketë dhe persona ziliqar që nuk do gëzojnë shumë për suksesin dhe fitoren që ju do keni gjatë muajit tetor. Dhe kalojmë në muajin nëntor, që është edhe muaji juaj, ju hyni në energjinë tuaj, dhe në muajin nëntor shoh që ju mbyllni një cikël të vështirë. Të vështirësi mund të kenë vështirësi që mund të kaloni në dashuri, në lidhje me njohjet, me shtëpinë, me fëmijët, ose mund të jenë vështirësi në lidhje me punën nga ana ekonomike, por gjithsesi është mbyllja e një cikli, ju do të jepni një drejtim më të mirë gjërave. Shoh që filloni një cikël të ri, mbas një fitore dhe një suksesi, dhe është një cikël i ri që do t'ju sjellë lumturi. Por nuk është lumturi që vjen brenda ditës, është diçka që ju do filloni të ndryshoni të ardhmen tuaj çdo ditë nga pak. Dhe mund të ndryshoni në lidhje me një njohje, ju të fudeni në një njohje, lini mbrapa vështirësitë që keni pas në njohjet që keni pasur, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë filloni të ndryshoni diçka aty dhe fillon një cikël tjetër në jetën tuaj, por që është një cikël që fillon për mirë. Një ndryshim që vjen tek ju për mirë. Dhe kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën, për gjithë ata që kanë kaluar vështirësi ose që do kalojnë vështirësi gjatë këtij viti. Shoh që ju, edhe pse puna ju bie shumë mirë, por që gjithsesi tham që nuk është çdo ditë me fat, ka dhe ditët e veta që kanë ato mund të ketë sfida, tensione. Ju do arrini ta kapërceni këtë cikël të vështirë për të filluar diçka më të lumtur për veten tuaj, një jetë më të lumtur, një fillim në dashuri, për të çuar para punën tuaj ose anën tuaj ekonomike. Dhe vazhdojmë. Gjithsesi është një muaj shumë i mirë. Këtu kemi të bëjmë është edhe energjia juaj te kjo kartë, sepse kemi të bëjmë energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëreshës, por dhe Luanit, por mund të keni dhe Ashedenden ose Hënën te këto shenja. Dhe vazhdojmë në muajin dhjetor, që është një muaj festash, që ju mund të përgatiteni edhe në lidhje me festat. Dhe këtu kemi energjinë e ujorit, kemi yllin, një yll mbrojtës, po ju mbron që ju të realizoni gjërat që ju dëshironi.
Shoh një realizim që ju e keni manifestuar në lidhje me një dashuri. Dhe shoh me këtë person që ju keni manifestuar, do realizoni një takim, një bashkim, një bashkëtesë, një martesë, ndërsa për pjesën tjetër, sepse energji më të larta do t'ju ndihmojnë, është një yll që shkëlqen për ju. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me punën tuaj, me shtëpinë, me fëmijët tuaj, realizime të ndryshme që ju doni, por dhe nga ana ekonomike, një pjesë për jush mund të keni lidhje me teknologjinë dhe është një muaj fantastik që do t'ju japi shumë fat ose gjërat do t'ju ecin mirë në lidhje me teknologjinë. Ju do realizoni ëndra që mund të keni pasur në lidhje me teknologjinë. Dhe kjo ka lidhje dhe në situata të ndryshme, se jo të gjitha situatat mund t'i përmendim. E rëndësishme është që ju do harini të realizoni gjithçka që ju dëshironi, gjithçka që ju keni manifestuar. Në momentin që kërkon diçka, quhet një lloj manifestimi. Atëherë ka ardhur momenti në muajin dhjetor që ju të realizoni gjërat që ju vërtet keni dashur. Është një vit fantastik, edhe pse ka ulje ngritjet e veta, tham, por gjithsesi është një muaj, është një vit shumë pozitiv për ju, edhe me shumë fat. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Dhe ju shoh që do jeni shumë idealist gjatë këtij viti, do merrni vendime të rëndësishme, por edhe do të çlodheni, do qetësoheni dhe për veten tuaj. Dhe ju thot gjërat do vinë drejt jush shumë shpejt, thot. Në qoftë se ju dëshironi një dashuri, atëherë kjo dashuri do vi shumë shpejt tek ju. Në qoftë se ju dëshironi një punë të re, atëherë do vi shumë shpejt. Ose dëshironi në lidhje me pjesën e dokumentave, në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin, atëherë gjërat e mira do vinë shpejt drejt jush. Lëreni kohën dhe kujdesuni për veten tuaj dhe për zgjedhjet që ju do bëni gjatë këtij viti. Është ose bëni zgjedhje politike më saktë ju thot. Diplomatike më saktë, bëni zgjedhje diplomatike. Në lidhje me gjithçka, tham, mund të bëni një zgjedhje për të hyrë në një njohje, atëherë bëni një zgjedhje diplomatike. Ose edhe në lidhje me njohjet që keni ose lidhjet për të çuar para, me marrëdhëniet tuaja, me shtëpinë, me familjen, me stabilitetin që ju kërkoni, por edhe në lidhje me çfarë do lloj situate të dokumentave, të shëndetit, por dhe nga ana ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju, ju uroj vërtet një vit sa më të mbar dhe ju jeni një nga shenjat më me fat. Ju mund të ndiqni videon që është postuar për vitin 2026, cilat janë shenjat me fat. Dhe ju uroj gëzuar, vit të mbar, suksese në jetën tuaj të përditshme, në dashurinë tuaj, në lidhjet njohjet që keni ose marrëdhëniet, por edhe në punën tuaj dhe nga ana ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë dëgjojmë te videot e radhës. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.